Habit mjeku, përgatisni këtë recet në kushte shtëpie dhe thoni lam të mirë tensionit të lartë. Receta që do t'ju paraqesim në këtë video ka përbërës shumë të dobishëm për shëndetin e përgjithshëm. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një copë xhenxhefil, një thelpi hudhër, një lugë gjelle uthull molle, një lugë çaj mjaltë dhe një lugë gjelle lëng limoni. Përzjeni të gjithë përbërësit në blender me shpejtësi të lartë. Më pas mbani përzierjen e krijuar në frigorifer për 5 ditë. Ky ilaç duhet të konsumohet në mëngjes dhe në darkë 1 orë para se të konsumoni ushqim. Efektet do të vërehen menjëherë rreth 1 javë pas përdorimit të rregullt. Ky ilaç natyral ul presionin e lartë të gjakut dhe nivelet e kolesterolit të keq. Prandaj, përgatiteni sepse nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të përfitoni shumë.